mund të përdoren në çdo ushqim për t'i dhënë shije gjellës tuaj. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Bëhet fjalë për hudhrën. Be happy. Ajo përdoret nga gjithë kuzhinierët, natyrisht në një mas të caktuar. When you worry, you make it up. Po hudrën e përdorim çfarë receta se është shumë e shëndetshme. Hudra në kuzhinën tonë, menyn tonë që zën vend shumë të rrezikshëm në të gjitha ushqimet. Hudra në kuzhinën tonë përdoret, mund të them, përmes 90% raste, në për sose, në për gjella, për 3 arsye, sepse është e shëndetshme, jep shije dhe natyrisht është një antibiotik natyral. Për atë arsye dhe përdorim shumë shpesh në kuzhinën tonë. Siç po e shohim, ajo zë vend në shumicën e recetave të restoranteve në vendin tonë. Tash do ta shohim një recetë që përmban hudhër. Sot, për emisionin e juaj, kemi vendosur me përdor një prej specialiteteve tona, në cilën përdorim edhe hudrën. Aja është frutat e detit, shpaget me frutat e detit. Është interesant ceket se hudra është një prej melmesa që përdoret me gatin e të gjitha ushqimet, e përdorim edhe ne, shumë ma shumë përdoret jashtë se këto tëna, nuk e hup absolut vetin e gatimit nëse nuk skuqet tepër. Hudra është një bimë barishtore me zezë dhe kërcyll, ka plot vitamin C, karbohidrate, 1 kg hudër ka dikon 1300 kalori. E na po filloj me pregadit ushqimin, i kemi zi shpageta, dikon 6-7 minuta, edhe kem frutat e detit që doj me i mua dhe pak. I vendosim këtu nga dalë në drasën e gatimit. Undeniably true that I'm irresponsibly mad for you. To my foolish alibi for you, girl, I'm not too clever. I just adore you. Call me unpredictable. Tell me that I'm so impractical. Rainbow, I'm inclined to pursue. Go ahead, call me irresponsible. You're so unreliable, but it's undeniably true. I'm irresponsibly mad for you. Hudra është një bimë barishtore një vjeçare, e cila ka një rëndësi shumë të madhe në shëndet, për shkak të vetive të saja të mira shëndetësore. Hudra, do me thënë, daton qysh herët, qysh nga egjiptianët e vjetër. Sa i përket të rëndësisë në shëndet, hudra është një prej bimeve e cila arrin të ulë nivelin e kolesterolit në gjak. Gjithashtu, për këtë karakteristikë që ulë nivelin e kolesterolit në gjak, janë bërë shumë studime dhe atë është bërë një studim në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku janë testuar diku 45 meshkuj, të cilëve ju është dhënë nga 6 thelpinj hudër dhe si rezultat është arritur rramja, domethënë, e përqendrimit të yndyrës në gjak diku për 58%. Domethënë është një prej bimëve e cila arrin efektin maksimal të zbritjes së yndyrës në mënyrë natyrore, pa prezencën e preparateve tjera si barna të ndryshme.
e ajo gjen mjaft përdorim në vendin ton. Tell me I'm impractical, a rainbow I'm inclined to pursue. Call me irresponsible. Po hudrën e përdori mjaft shumë, në gjella sidomos që është e nevojshme hudra, sepse dihet që hudra është edhe një antibiotik natyral, ka edhe veti shëruse, ndonjëherë kur janë me fëtës e diçka, e përdori pak më shumë në gjella. Të mirat e hudrës vazhdojnë, ajo ndihmon në parandalimin e shumë sëmundjeve. Hudra ka një rol të rëndësishëm edhe te prevenimi i sëmundjeve të ndryshme, inflamacion të traktit të sipërm respirator, bezmatimit të hundës, fytit, ngjyrjes së zërit e tjera. Gjithashtu edhe qetësimin e kollës, të rastet sidomos tek smuarit kronik, të cilët vazhdimisht kanë një kollitje ose që kanë kollitje sezonale pranverë vjesht, domethënë të smuarit astmatik, është mirë të përdorin hudrën, qoftë të tharë, qoftë në përgjellërat e tyre, për shkak të efektit të saj qetësues të këtyre proceseve inflamatore në organizëm. Si dhe sa hudhër preferohet të konsumohet në mënyrë që organizmi të ketë sasi të duhur. Një kilogram hudër përmban diku rreth 1300 kalori. Mirë po, asnjëherë nuk ndodh që të konsumohet 1 kilogram hudër brenda ditës, por preferohet që brenda ditës, të paktën në racionin e drekës, të përdoren diku 2 deri 3 thelpin, 4 ose 5, gjithsejt edhe me racionin e darkët. Do të thënë, hudra duhet të jetë evidente në menyn ton të kuzhinës, gjithsesi, për shkak të efekteve të saj shumë pozitive që i ka, si në inflamacione të ndryshme, po ashtu efekt të rëndësishëm ka te të smuarit me sëmundje kardiovaskulare, në veçanti tek ata të cilët kanë hipertension, sepse hudra arrin të ulë tensionin e gjakut, edhe krahas asaj terapisë që ata e marrin, do të smuarit kronik që marrin për tensionin e gjakut, po s'do të thotë shpesh ndodh te rastet akute kur kemi ndryshime të tensionit për një herë dhe s'do të thotë që më një herë të futen në terapi për tensionin e gjakut, mjafton të merren 1 ose 2 thelpinj hudre dhe ajo do të mjaftojë për ta ulur tensionin e gjakut. Një studim që është bërë me 41.000 gra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës konstatoi që gratë të cilat përdorin hudrën kishin shëndet shumë më të mirë në krahasim me ato që nuk e konsumojnë atë. Por edhe përdorimi i tepërt i saj mund të ketë kundër efekt, kështu që preferohet sasi e caktuar. Mendohet se hudhra posedon 250 vitamina dhe mund të shërojë 10 sëmundje. Efekti i saj i plot është kur përdoret natyrale, sepse gjatë zjerjes mund t'i humb shumicën e vitaminave. Hudhra kultivohet shumë në vendin ton. Që 7 vite mina, për shembull me hudra pranverë më shumë të janë që nxjerr me shesën 3, më shumë të lipin shumë 3, ashtu paza misteria. Sa ka përfitime nga ky biznes? Na me tuba e shesën për shembull pranverë shesën 3 tuba në herë ka 4 të lidhje ashtu me kry. Dikush e lidhin 4, po na ka 4 lidhje si kena tonat. E në tregun ton, hudhra shitet mjaft. Këto hudra që shihni janë vendore nga rajoni Rahovecit. Ne gjatë gjithë vitit shesim hudra edhe vendore edhe të importuara, për arsye se këto nuk kanë afatshmëri gjatë dhe nuk kanë mundësi të qëndrojnë një vjet, mirë po ka raste edhe kur qëndrojnë në rast se ju ka përshtat kushtet klimatike, sillet afër 3 euro kilogrami, domethënë hudrat për dallim vendoret nga të hujat konsumatori i blen
nga njëherë restoranet janë të prirur të kryejnë punë më shpejt, ato janë më të mëdha dhe për punët e tyre ju shërben më shpejt, për atë arsye na edhe përdorim edhe hudra të importuara, ndërsa gjithsesi konsumatorët janë të interesuar të kenë cilësi, hudra vendore është shumë më cilësore, ka veti më të mira edhe ushqyese dhe ajo është edhe nga njëherë edhe shëruese. Edhe përkundër vetive shëruese, hudra vazhdon të injorohet për shkak të aromës së saj. Por mos e nënvlerësoni, hudra në luftën e dytë botërore është përdorur edhe si antibiotik për mjekimin e ushtarëve. Edhe sot ajo vazhdon të jap efekte të shkëlqyera në shërimin sa më të shpejtë të plagëve, duke zëvendësuar kështu edhe antibiotikët. Hudrat gjithashtu përdorishin tek egjiptianët. Ajo ka veti antibakteriale dhe ndihmon në qarkullimin e pastrimin e gjakut. Nëse keni kolesterolin e lartë, çdo mëngjes rekomandohet të përtypni gjysmë boce hudhër. Nëse vuani nga mostretja e ushqimit, zijeni 2 boce hudhra në 200 ml çumësht. Kjo gjë i rekomandohet edhe atyre që vuajnë nga astma. Lëvorja e hudhrës në vete përmban 5 komponentë të ndryshëm, theksojnë ekspertët japonez. Njëri nga funksionet më të rëndësishme është ngadalësimi i plakjes dhe mbrojtja e zemrës. Hudra është një nga ushqimet natyrore më mbreslënse dhe me vetitë e saj të fuqishme antibiotike, antibakteriale, antivirale dhe antifungale, është një ushqim që ju duhet të hani çdo ditë. Hudra është e mirë për kolesterol të ulët. Tension të ulët ndihmon për të mbajtur gjakun e hollë, duke zvogëluar rrezikun e piksjes së gjakut, lufton infeksionet virale. Tash hudra në treg gjendet edhe në formë pluhur, por natyrisht se preferohet ajo e freskëta. Nga hudra bëhet edhe vaj. Vaji i hudhrës mbron enet e gjakut dhe zemrën, kontribon në tensionin normal të gjakut, duke e mbajtur atë në kufirin e normales, normalizon kufirin e kolesterolit në gjak, mbron muret e enëve të gjakut. Vaji i hudhrës ndihmon ngërçet e stomakut, nxit oksigjenin në organizëm, ndihmon punën e mëlçisë dhe organeve endokrine, rrit imunitetin e organizmit dhe është shumë i preferueshëm që të merret gjatë stinës së dimrit. Vaji i hudhrës këshillohet të merret në masë mbi moshën 50 vjeç, sepse kontribon në mbajtjen e vitalitetit dhe shëndetit në përgjithësi të organizmit. Personat diabetik duhet ta përdorin patjetër këtë vaj, sepse ndihmon shumë tek diabeti i tipit 2. Hudhra është një prej produkteve më të pasura me vitamina, karbohidrate dhe vitamin C. Hudhra e thatë përmban rreth 85% insulin. 1 kilogram hudhër jep 1300 kalori. Ajo është e pasur edhe me kripra të kalciumit, jodit dhe sulfurit. Një studim ka treguar se njerëzit që han hudhër çdo ditë mund të jetojnë më gjatë. Studimi është bërë nga dietolog holandez dhe tregon se këta njerëz mund të jetojnë 6 vjet më shumë se të tjerët që se konsumojnë këtë produkt. Efektet e saj janë të mrekullueshme, vetëse duhet patur një kujdes të jashtëzakonshëm. Përdorimi i saj në mënyrë të gabuar dëmton rënd shëndetin e personit të sëmur. Nuk rekomandohet që hudhra të përdoret nga njerëz që e kanë tensionin e ulët, pasi do të keqësonin shëndetin e tyre. Për ata që vuajnë nga hipertensioni, do të mjaftonte të hanin një thelb hudhre dhe shumë shpejt do ta ndjejnë sërish mirë veten. Për shkak të vetive të saj dezinfektuese, hudhra ka dhënë rezultate të shkëlqyera tek të sëmurët që vuajnë nga dhembja e veshëve. Për këta njerëz rekomandohen disa pika nga lëngu i hudhrës në momentin e dhimbjeve. Shumë shpejt ky lëng do të jap efekte të menjëhershme në qetësimin e veshit. Pak histori. Të dhënat zbulojnë se hudhra përdoret për rreth 5000 vjetësh, ndërsa në Kim përdoret tash 3000 vjet në fushën e mjekësisë. Historikisht, hudhra është përdorur në gjithë botën për të shëruar një sër sëmundjesh duke përfshirë hipertensionin, infeksionet si dhe helmimet nga kafshimi i gjarprenjeve. Disa studime kanë treguar se konsumimi i hudhrës ka pasur rezultat uljen e konsiderueshme të tensionit. Vetit antikancerogjene. Nga kontrolle individuale dhe ato grupore është vënë re se konsumimi i lartë i hudhrës, por edhe i zarzavateve të tjera të ngjashme si qepa, preshje e tjerë, lidhet me rastet më të rralla të shfaqjes së kancerit në stomak dhe zorë të trash.
Në vazhdim do të ndiqni disa këshilla për ushqimin dhe shëndetin. Arrat ndihmojnë në kontrollimin e diabetit. Alkooli mund të parandalojë infarktin. Vaji i ullirit i mirë për lëkurë të thatë. Përdorimi i arrave në jetën e përditshme ndihmon në kontrollin e diabetit të tipit 2 dhe parandalimin e komplikimeve të mundshme përcjellëse. Kështu bën të ditur një hulumtim i ri nga Spitali St. Michael dhe Universiteti nga Toronto. Dr. David Jenkins rekomandon që të konsumohet 30 gram arra në ditë si ushqim i shëndetshëm për kontrollin e glukozës dhe yndyrës në gjak. Ky studim mund të ndihmojë në përmirësimin e jetës së personave të prekur nga diabeti. Sipas një studimi të fundit, femrat të cilat kanë konsumuar alkool gjatë kohës para se të psoni infarkt të zemrës në fund kanë jetuar më shumë se sa femrat që nuk kanë konsumuar as pak alkool, tregon një studim amerikan. Në këtë studim janë analizuar 1200 femra dhe është vërejtur mbijetesë më e mirë tek femrat që kanë pirë disa gota alkool gjatë muajit. Hulumtimi ka zgjatur 10 vite, ndërsa femrat pjesëmarrëse ishin të gjitha paciente që ishin shtrirë në spital për shkak të infarktit. Është pohuar se pas 10 vitesh kanë vdekur 44% e femrave që asnjëherë nuk ishin konsumuar alkool, 25% e atyre që kishin pirë mesatarisht dhe vetëm 18% e atyre që kishin konsumuar sasi pak më të madhe të alkoolit. Për shumë nga ne, koha e ftohtë sjell lëkurë të thatë dhe flokë më të yndyrshëm. Ajri i thatë dhe ngrohja, ngrohësit e hapësirës dhe kaminat, të gjitha këto kontribojnë në nivelet më të ulta të lagështisë. Për luftë kundër këtyre vetive duhet të përdoret vaji i ullirit.